nga Adriatik Doçi, fsheja e implikimit në Gërdec, Liri Berisha, e zeza si nuk i thash se ka Baxhanak. Berisha e kam pikëllim që nuk e njoha Baxhanakun, a dëgjon spaku? Gërdeci, një nga historitë më tragjike që ka prodhuar korrupsionin në historinë e Shqipërisë, vijon të mbetet një monument pa ndëshkueshmërie, sa më shumë vite kalojnë nga shpërthimi në Gërdec, ku përpasoi humbërjetën 26 qytetarë të pafajshëm, shumica gra dhe fëmijë, plagosën edhe 300 të tjerë, u shkatruan qindra shtëpi dhe 400 prona. Roli i Sali Berishës dhe i të birit në këtë biznes, sa vjen e qartësohet. Më 17 shkurt 2007, Berisha dhe ministrat diskutojnë për miratimin e një VKM-je për kontratën e demontimit të municioneve në Gërdec. Më 14 mars 2007, Berisha i delegon Fatmir Mediut, në atë kohë ministër i mbrojtjes, çështjen e Gërdecit, duke i hapur rrugë asaj që ndodhi një vit më pas. Emri i Sali Berishës dhe i Shkëlzenit përmendej shpesh në bisedat telefonike midis dëshmitarit kyç të Gërdecit, Kosta Trebicka dhe Efraim Diverolit, trafikantit të armëve nga Florida. Nga zbardhja e tabulateve telefonike, Efraim Diveroli deklaronte se Berisha dhe Shkëlzeni janë koka e mafjes që kontrollonin Gërdecin. Sekretarja Aldo Bumçit, në atë kohë ministër i drejtësisë, ka dëshmuar për vizitat e Shkëlzenit në zyrën e Bumçit dhe raportimin e këtij të fundit të Shkëlzeni. Punësimi dhe vdekja e Baxhanakut të Berishës në Gërdec, Muhamet Hoxha, i mohuar publikisht nga Berisha, është një tjetër fakt kompromentues. Takimet e Shkëlzenit me Mediun dhe Kosta Trebickën, eliminimi i Trebickës dhe raporti i shefit të shtabit Luan Hoxha në ambasadën amerikane, se kërcënoi nga Shkëlzeni që të mbyllte gojën, e plotësojnë më tej rolin e familjes Berisha në Gërdec. Përkundër këtij realiteti, tre anëtar të familjes Berisha, konkretisht Sali Berisha, Liri Berisha dhe Shkëlzen Berisha, kanë bërë deklarata të dyshimta dhe kontradiktore për të fshehur implikimin në Gërdec. Deklaratat kanë ndryshuar në varësi të daljes së fakteve dhe informacioneve të reja. Kulmi ishte mohimi i Baxhanakut, ku në skenë doli Liri Berisha, duke deklaruar se Berisha nuk ishte prezantuar asnjëherë me Baxhanakun e tij, që punonte në fabrikën e demontimit të armëve në Gërdec, ndërsa Berisha deklaron në 19 mars 2008 në parlament se e kishte pikëllim që se kishte takuar Baxhanakun.